Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes nga pjesa e dytë e Live from Tirana, ku ora eksakte shënon 11:07 minuta, është e njëjtë në data shënon 22 janar 2026. Jemi në Top Radio Live dhe gjithashtu në kanalin numër 10 në digital. Pjesh me ne në studio tashmë psikolog, por njëkohësisht mik edhe i këtij programi tashmë, Eduard Tafa, mirë se rikthehesh edhe për herë të parë në këtë 2026. Si je? Përshëndetje, faleminderit për ftesën, të gjithë organizimi jemi sigurt. Përpara se të shkojmë tek tema që kemi diskutuar bashkë për ta elaboruar në Live from Tirana, vazhdon të jetë një soi janari për spektrin psikologjik, pra njerëzit janë më pak të lumtur, mos se nuk dua të përmend terma të rënd si depresioni apo gjëra të tilla si këto, por vazhdon të jetë muaj më me shumë probleme dhe luhatje emocionale? Është një muaj që karakterizohet nga luhatjet emocionale dhe luhatjet e humorit, sepse njihet edhe klinikisht generi blues, që ka ndikimet e veta dhe kjo lidhet me një sër faktorësh, edhe me faktorin ditë që normalisht dita është më e shkurtër, faktorin diell që është shumë i rëndësishëm, një element pa cilin sot për shkak s'ka fare diell. Sot nuk ka diell. Regjimi ndryshon, sepse rritja e melatoninës është një element më i lartë, por kur kemi melatoninën e lartë për shkak të efektit kohë dhe për shkak të ditës së pakat, bie pak ajo serotonina, bie dopamina dhe shpesh herë mungesën e këtyre faktorëve tendojmë ta marrim nëpërmjet aktiviteteve, rrjeteve sociale, një mënyrë e kombinuar që mund të jetë pak më e shëndetshme në ditët e sotme, sidomos të janarit. Çfarë sugjeron një psikolog pa bërë këto seanca takime të shpeshta, po kështu në distancë, çfarë mund të thoje dëgjuesve sot? Çfarë mund të bëjmë? Se janari është i gjatë, dita është e shkurtër, shumë ngri, shumë pak diell, shumë ditë me shi. Shiko, dielli nuk duhet të jetë vetëm i jashtëm, pra ai dielli që domethënë i atmosferës secili nga ne ka edhe brenda vetes patjetër pjesë të caktuar mbi cilën ndihet shumë i lumtur dhe duhet i gjejë dhe mundësisht i aktivizoj pjesët e veta, por ama secili nga ne ka në rrethin shoqëror dhe një mik apo një mikeshe e cila është gjithmonë ai dielli i shoqërisë që e bukur kjo. Ne marrim gjithmonë atë person telefonin themi sot nuk jam në mood, kështu që ti ke të drejtën ta ndryshosh pak këtë dhe gjithmonë e ka të batutën në gojën e vet. Puna gjithashtu është një element i rëndësishëm, pra sepse ti jep dhe aktivizimin, ti jep dhe ndërveprimin, ti jep edhe atë bashkësinë e përditshmërisë, rutinës, angazhimeve e tjera, që është e rëndësishme të jetë aktiv në përditshmërinë e tij. E qartë. Do të flasim sot për një gjë shumë interesante që i përket shumë fare kohërave në të cilat jetojmë, ndikimi i Photoshopit, por kur themi Photoshop edhe këto filtrat masivisht që përdoren në platforma sociale dhe ndërhyrjeve estetike si mjet i përmbushjes emocionale dhe rritje e vetbesimit apo vetvlerësimit. Pra, duket sikur mjafton të bëjmë këto, të marri like postimi, të na shohin të tjerët dhe ne gënjejmë veten që jemi okay. Ma elaboro pak të temë shumë interesante përpara se të bëj pyetjet të cilat unë kam menduar që duhen bërë. Në fakt ne kemi të bëjmë me dy terma që të dyja në plan të parë duken sikur janë të njësuara, kanë të dy po them të njëjtin profil, pra trupin, por kanë në themelin e tyre ndryshojnë, sepse tani Photoshopi është estetika vizuale, që po flasim kohët e sotme, pra në shoqërinë moderne, estetika vizuale nuk është më thjesht vetëm një mjet editimi, por është një gjuhë e fuqishme emocionale. Pra, ndryshe nga kohët më përpara, kur ne i shikonim pak këto editime thjesht si teknika grafike, mjete ndërhyrëse apo përmirësuese, sot po përdoren gjithmonë më tepër si mjete shumë të fuqishme psikologjike për të arritur dhe për të ndikuar në gjendjen e tyre emocionale, pra për të bërë një rregullim të brendshëm emocional. Sepse shpesh herë kur ne përballemi me një situatë që ne nuk arrijmë dot ta ndryshojmë nga jashtë, tentojmë ta ndryshojmë nga brenda nëpërmjet një ndërhyrje, qoftë edhe editimi. Ndërhyrja estetike shihet në një plan tjetër, dhe pse edhe ajo është drejt për drejtë në trupin apo fizikalitetin e një personi. Sepse për të bërë një dallim, pra duhet ta shpjegoj në këtë formë. Editimi është pra një formë, po them, më artificiale e ndërhyrjes. Pra ku personi ndërhyrjen e ka pa trup. Okej. Çdo thot ndërhyrje pa trup, sepse nga telefoni një foto mund ta rita editoj, pra e cila nuk ndërhyj në trup, nuk shkakton lodhje, nuk shkakton pakënaqësi, nuk shkakton vuajtje, nuk shkakton pasojë. Ka të drejtën që pasi ka bërë ndërhyrjen e parë, brenda pak minutash mund të bëjë një ndërhyrje të dytë, mund ta ripërdori, mund ta korrigjoj dhe ka kontroll absolut
mbi foton. Edhe prandaj që ka të drejtën që ta rikthej sa herë të doj. Ndërhyrja estetike është një ndërhyrje e bazuar në trup. Pra kur personi në momentin që bëhet gati për të bërë atë ndërhyrjen, çfarëdo qoftë ndërhyrja, pra lodhja do jetë më shpejt, vuajtja do jetë pak më e lartë, ndërhyrja mund të jetë sipërfaqshme është pak më e thellë, pra është e bazuar në trup dhe vuajtja mund të jetë pak më e madhe. Dhe nuk ka të drejtën e korrigjimit dhe drejtën e ripërtëritjes në një kohë shumë të shkurtër, sepse trupi ka një kohë të vetëm për ta arritur dhe për të ndërhyrë apo për të riparuar atë që mund të jetë bërë më përpara. Pra ky është një ndryshim themelor. Interesante. Pra ajo që po thua dhe që mund të shtrojmë është që Photoshopi dhe këto ndërhyrjet estetike që nuk janë vetëm tek gratë, nuk është vetëm tek gjinia femërore, por së fundmi mbizotëron në klinikat estetike edhe gjinia e kundërt, pra gjinia maskullore, ndikojnë si fash për plagët emocionale që nuk janë trajtuar? Është kjo fasha emocionale moderne? Patjetër, sepse shumë ndërhyrje bëhen bazuar gjithmonë pra me idenë për të bërë atë rregullimin apo për të bërë plotësimin e vetë vlerësimit të tyre apo për të bërë një rritje emocionale. Faktikisht do të bëjmë një ndarje, sepse çdo ndërhyrje, pra po ta shikojmë ndërhyrjen, çdo lloj ndërhyrje bëhet nga jashtë. Okej. Kurse gjendja emocionale apo vetë vlerësimi është një ndërtim i brendshëm. Pra, ti mund të rregullosh pamjen e jashtme, por kjo nuk të jep sigurinë për të ndërtuar narrativën tënde të brendshme, e cila ndërtohet brenda individit. Pra, për ta shpjeguar akoma dhe më thjesht. Shpesh herë plagët emocionale projektohen. Sepse projektimi është një mekanizëm mbrojtjes në psikologji. Pra që do të thotë ndjenjat e brendshme, plagët e brendshme, kritikat e brendshme, mungesat e brendshme, ajo braktisja e brendshme, shpesh herë kur ne nuk arrim do të përballemi me veten brenda nesh, pra për të arritur për ta kuptuar veten, për ta ripërpunuar veten tonë, për ta procesuar atë që ka ndodhur, e projektojmë me një ndërhyrje nga jashtë. Pse ndodh kjo? Sepse vetë individi jo më kot e zgjedh trupin, sepse tenton të dalë nga kjo situatë duke zgjedhur një projekt madhor në jetën e tij. Edhe projekti i parë që ai zgjedh është pikërisht trupi. Pse është trupi? Sepse është shumë e shpejtë për të arritur projektin dhe për të dalë fitues. Dhe duke menduar që me një ndërhyrje të jashtme mund të arrijë të rregullojë paqen e vetë të brendshme. Por faktikisht nuk ndodh. Pse nuk ndodh? Plagë emocionale, për ta thjeshtuar dhe për ta metaforizuar pak për gjithë ato që na djegin. Plaga e mbrojtshme është ajo inner child. Pra, fëmia brenda nesh. Por nëse fëmia brenda nesh është gjithkohës duke qarë, i pa dëgjuar, i pa kuptuar, i neglizhuar, çfarëdo lloj rrobash të bukura ti veshësh nga jashtë apo çfarëdo lloj dhurate ti bësh, nuk e pushon dot. Ai do vazhdoj sërish duke qarë. Pra, prandaj që çdo lloj ndërhyrje estetike që bëhet pra me qëllimin apo për parandalimin, apo për të përmirësuar vetbesimin apo vetvlerësimin, bëhet nga jashtë në sipërfaqe. Punimi është gjithmonë nga brenda individit. Nuk kanë fare sadopak ndikim? Mund të ketë një ndikim në kohë afatshkurtër dhe lehtësim. Por prap shkojmë aty. Qëllimi sepse emocionale të pashëruar. Narrativa është e brendshme. Edhe ndërtohet në mënyrën se si individi sheh veten, kupton veten, pranon veten dhe ndihet i vlerësuar me veten. Sepse duhet bëjmë dhe një ndarje, Ronaldo. Mendoj që mund ta prekim edhe pak, por ndoshta edhe tani, një ndarje midis vetes reale dhe vetes ideale, që sa më i lartë jetë ndeku midis të dyjave, aq më fort mund të jetë pakënaqësia e individit brenda vetes tij. Vetja reale dhe vetja ideale, jemi në luftën të përditshme me këto? Shiko, apo jo të gjithë? Shkurtimisht dhe pastaj e elaborojmë pas reklamave. Po sepse kjo ndan paqen e brendshme dhe luftën e brendshme të individit, por mendoj që kur ta prekim të jap një elaborim të saktë edhe të atyre që na ndjekin. Ma elaboro më një herë pas një hapësire shumë të shkurtër reklame. Vetbesimi, ndërthurjen mes Photoshopit, këtij mashtrimi të kohërave moderne, i cili na bën të ndihemi mirë për pak çaste, por në thelbën e dim që nuk kemi si në foto, dhe ndërhyrjet estetike. Eduard Tafa vazhdon të jemi në studio psikolog Eduard. Sa po ndikon ky krahasimi i rrjeteve sociale apo efekti i rrjeteve sociale për të na çuar dhe neve çdo ditë drejt mashtrimit të filtrit apo ndërhyrjeve estetike? Se si është ajo shpreha popullore shqiptare, shi rushin e piqu, por ma elaboro këtë shi rushin e piqu në aspektin psikologjik, pra. Po ka një ndikim patjetër dhe psikologjik, por të gjithë ndryshimet që kanë ndodhur, për shembull, në çdo tranzicion që ndodh, ndryshimet janë goxha të prekshme, pra psikologjike, sociale,
Kulturore patjetër që po, sepse kulturë tranzitive, për shembull që pas 90-s po ta shikojmë ka një masivitet të shumë gjërave, të cilët gjithmonë i quajmë ato gjërat moderne dhe shpesh herë ato gjërat moderne vijnë më shpejt nga jashtë, po kur vijnë gjithë këto gjërat e mira që ne duam nga jashtë, ato të këqija të futen në panjor dhe po themi metaforikisht futen si padogana dhe ato të tjerat. Normalisht mediat kanë një ndikim shumë të fortë sepse bëjnë një pompozim dhe kthejnë në qendër të vëmendjes diçka që vërtet i jap një rëndësi shumë të madhe. Po ti shohësh të gjitha rrjetet sociale, pra kanë arritur kanë standardizuar rolin e bukurisë perfekte. Pra, duke vënë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Por standardizimi i bukurisë perfekte, pra ka bërë diçka tjetër. E para ka bërë një ulje, ka bërë një ulje të tolerancës së bukurisë natyrale, ka rritur perfeksionin tek njerëzit dhe së treti, po ta shikosh një person që ndihet mirë me veten e vet, por duke qëndruar në një grup, pra në një rreth, që gjatë gjithë kohës flasin vetëm për të njëjtën temë, kanë përballë çdo kënd që ka bërë një ndërhyrje të tillë. Pra, edhe këtë ndërhyrje mund ta ketë bërë vetëm për të ndier mirë. Mbajtja e trupit në mënyrë natyrale ka një tendencë të shihet si neglizhim. Pra si një detyrim i papërmbushur ndaj vetes, që unë nuk po ndërhyj për të arritur për të bërë diçka më të mirë tek vetja ime. Pra, edhe në këtë konotacion, pra bukuria duke u theksuar gjatë gjithë kohës, sot ka marr pozicionimin e një kapitali social. Pra bukuria sot shihet si kapital social. Pra shihet si status shumë i fortë, si po them një potencial në rritje, shihet si një mjet krahasimi shumë i madh. Pra ku dy entitete, dy persona apo në çfarëdo lloj fushë, pra shifen dhe konkurrojnë duke krahasuar nëpërmjet formës apo bukurisë tyre. Dhe prandaj kjo zë gjithmonë më tepër vend. Për shembull, po është në televizion kjo, jo vetëm në platforma sociale. Patjetër. Kryesisht ne studio televizive kemi pothuajse me vajza shumë të bukura dhe që pompohen. Domethënë, ose të ashtëquara të bukura. Prandaj, sepse këtu ne ende në Shqipëri ndjes për ndërprerje nuk kemi për shembull një prezantuese me ngjyrë. Domethënë një rast, ku diun. Pra, bukuria ideale më pas është një pikë pyetje, sepse në mënyrën se si e shef personi vetë nuk e shef personi tjetër. Pra, por normalisht nëse ne i përmbajmë teorisë së raportit të artë, që është matematika estetike e bukurisë femërore, pra së fundmi nxorën dhe një nga më të zgjedhurat, domethënë një emër i njohur botëror si personi që plotësonte matematikën e artë apo matematikën estetike, ku të gjithë pjesët e trupit, pra nga koka deri te këmbët, pra nga floku deri te gishtat e këmbës, përbënte matematikën estetike, pra që përmbushte atë personin ideal, fytyrën ideale apo trupin ideal. Pra, dhe shpesh njerëzit, është ajo që ne tham pak më parë, konkurenca brenda vetes tyre apo konflikti brenda vetes tyre është midis pamjes reale dhe asajt ideale. Po sepse pamja reale është ajo që ne kemi aktualisht. Është banga e gjithë vlerave që ne kemi momentalisht. Detajet tona, frikrat tona, pjesët tona, të mira, të fryqme, të bukura apo jo, ne kemi të gjitha këto dhe personin që e pranon veten e reale e pranon me të gjitha, edhe me defektet, edhe me të mira dhe me potencialet që ka. Vetja ideale është ajo vetja që ne dëshirojmë, idealizojmë, e duam. Dhe sa më i madh të jetë hendegu midis vetes reale dhe asaj ideale, aq më shumë goditë vetë. Ne duhet të luftojmë pra për veten ideale, pra është gabim që ne luftojmë për veten ideale, pra nëse kemi shumë bark, është gabim që ne të luftojmë në palestër të kemi më shumë muskuj se sa një trup të deformuar. Ajo është efekti i përmirësimit që ka personi tek vetja. Dhe po pra, si ta bëjmë këtë ndjesmën e përjetës? Cili është kufiri midis të kujdesurit për veten dhe fashës emocionale që ne veshim, plagët tona emocionale me këto ndërhyrjet nga jashtë. Pra, ku qëndron kufiri? Atëherë, kufiri është sepse efekti i përmirësimit dhe i ndryshimit duken sikur janë sinonime, po ndahen në mënyrën e veprimit, sepse efekti i përmirësimit tregon që pra po i referon personit që sapo that, një personi të shëndosh. Pra, i cili kur ka lindur, është zhvilluar, ka patur një rini, ka patur një moshë, dikur mund të ketë qenë sportiv. Pra, trupi i tij ka qenë i konsoliduar në atë kohë dhe ka qenë vetëm mjaftueshëm dhe i kënaqshëm për të. Në momentin që ka shtuar disa kilogram, pra vendosja në palestër dhe puna e fortë me veten e tij, e bën atë të përmirësohet për të shkuar ke vetja ku ishte, pra vetja reale e tij. Kurse vetja ideale është kur idealizojmë një person tjetër, pra kur ne kemi një konstrukt dhe një strukturë fizike dhe një staturë totalisht tjetër, por ne detyrojmë veten duke bërë ndërhyrje nga më të ndryshme për të arritur ke personi ideal.
Pse? Sepse kemi idealizuar imazhin që ne mendojmë që na mungon për të ndjerë perfekt mbi veten tonë. Pra, përmirësimi është vetja reale e personit i cili punon shumë fort për të arritur për të vetë përmirësuar. Ndryshimi tregon që do të ke një tendencë ose prirje transformimi tek vetja jote, për shtuar gjërat që trupi jot nuk i ka patur asnjëherë, për të arritur dhe për të idealizuar. Për të shtuar edhe një fjali tjetër, sepse kur ne flasim për ndërhyrjen estetike, duket sikur merr më tepër qasje gjinore, pra duket sikur ne jemi vetëm tek femrat. Por praktikisht edhe meshkujt kanë një prirje dhe një tendencë shumë të rritur me ndërhyrjen në trup. Por nëse femrat e kanë në pjesët pak më të ekspozuara, pra siç mund të jenë fytyra apo gjymtyrët kryesore të trupit që janë më të dukshme për to, edhe meshkujt e kanë në trup, po e kanë në një formë tjetër. Meshkujt po ti shikosh këtë tendencë në rritje është gjatë gjithë kohës bazuar mbi trupin e tyre. Pra kur trupi arrin një farë limiti të caktuar, tentojnë të shtyjnë përtej limiteve të tyre, pra sidomos në performancën fizike të muskulaturës. Dhe shpesh herë përdorin anabolik të ndryshme, siç mund të jenë steroidet, siç mund të jenë linja suplementare, pra jo ekstraktet, por linja suplementare që shpesh herë i përdorin në doza shumë të mëdha. Për shembull steroidet kanë një forcë jashtëzakonshme për ta ndryshuar trupin. Por nëse kjo arrin nuk përdoret në mënyrën e duhur në protokollin pak edhe mjekësor, por pak edhe për ta parë pak në planin se si funksionon brenda trupit, mund të kthehet në një pasojë, në një bombë atomike brenda trupit për të shkaktuar shumë pasoja. Prandaj të dyja gjinit në momentin që bëjnë ndërhyrje, pra të dyja kanë bazën në trup, po mënyra se si zgjedhin është e ndryshme për shkak dhe të qasjes edhe. Besoj e ke vënë re rritjen në trend të klinikave estetike në Tiranë. Është një nga bizneset më të përhapura, që nga ndërhyrjet estetike, parukeritë, sallonet, gjithmonë janë plot në çdo lagje, se po e diskutojmë edhe pak në reklamave, këto që bëjnë thonjë, manikyr, pedikyr, është kultur e jona që të kujdesemi kaq shumë për trupin dhe veten, apo ne jemi një shoqëri me mungesë vetbesimi dhe vetvlerësimi të theksuar, saqë shkojmë aty për të gënjur veten. Shiko, vjen edhe si kërkesë e shoqërisë, sepse nuk mund të hapen kaq shumë, po them, qendra në këtë rast estetike pa patur një kërkesë të madhe nga shoqëria, sepse të hapësh një qendër do thotë që duhet të bësh një investim goxha të madh. Pra dhe ka kërkesë. Por ajo që është shumë e rëndësishme është sepse edhe ndërgjegjësimi është rritur goxha tepër. Unë madje para disa ditësh me një të njohurën time, po diskutonim që ka një qendër estetike. Edhe më thot gjithmonë dhe e besoj se duke njohur personalisht e besoj këtë që më tha që çdo vajzë që vjen në klinikën time për të bërë një ndërhyrje, gjithmonë ulem fillimisht me të. Sepse është shumë e rëndësishme, pra edhe nga bashkëbisedimi, kur më pyet për ndonjë mendim dhe jap gjithmonë mendim dhe i them që është shumë e rëndësishme që të filtrohet çdo person, sepse nevojat i mund të jetë e thellë dhe e brendshme, e padukshme dhe pa kapshme për syrin jashtë. Është shumë e rëndësishme që fillimisht të ulet pak ajo euforia fillimit, që ky ndryshim estetik do arrijë të bëjë ndryshimin maksimal dhe të jetë ai katapultimi i personit, pra menjëherë që sapo të dalë nga qendra estetike, menjëherë do arrijë suksesin, menjëherë po mpresin, do fotografojnë. Pra duhet ulur pak kjo lloj euforie. Së dyti duhet të shikojmë sa arsyeshme është ndërhyrja që mund të bëj, nëse ka efekte anësore, dhe efekti anësor nuk është vetëm ai efekti fizik anësor, por duhet dim një gjë që shoqëria me të vërtetë në njërin krah e pompozon, pra estetikën vizuale shumë fort tek njerëzit. Po krahun tjetër është kjo shoqëri që në moment që bëhet kjo ndërhyrje dhe ky ndryshim, është në krahun tjetër që e fillon etiketon dhe bullizon. Pra sepse thotë ke dal nga pjesa autentike e trupit tënd. Pra i ka të dyja kahet, prandaj është shumë e rëndësishme që çdo rast të filtrohet. Nuk e dia ndjek Big Brother, po një vajzë aty filloi të tallte një vajzë tjetër duke thënë Miss Botoxi, Miss Filleri, ajo detyrua të mbronte vetëm, pastaj duke thënë që të vajzat tjera të showbizit përdorin filler dhe janë shumë të bukura, kështu që ndron shumë kjo që the. Dhe prandaj që është shumë e rëndësishme. Ajo që unë do shtoja është këto, edhe për vajzat, edhe për djemt, është e drejtë primare dhe mund të jetë prioritet kryesor trupi i tyre. Është e drejtë atyre për të vendosur kur janë gati për të bërë ndërhyrje estetike apo ndryshime të çfarëdo lloji. Por do ishte shumë e rëndësishme në momentin që e marrin këtë vendim, të paktën me veten e tyre të jenë më të vetëdijshëm, më të ndërgjegjshëm mbi hapin që do marrin. Është plotësisht e drejtë e tyre për të zgjedhur, por ama megjithatë duhet zgjedhin pak veten e tyre së pari pastaj për të bërë këtë ndërhyrje, sepse pendesat, siç e tham pak më parë, kur bëhet një ndërhyrje, mund të jenë në jafat pak më të vonë për ta rikuperuar,
sepse është shumë e rëndësishme parandalimi se sa ndërhyrja e rikuperimit më pas. Pak minuta reklama dhe rikthehemi sërish në program. 38 është ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni live from Tirana, po flasim për ndërhyrjet, Photoshopin, filtrat, këtë botën virtuale, këtë botën e krahasimit me njëri tjetrin ku vajzat, por jo vetëm dhe djem duan të imitojnë njëri tjetrin, pastaj bën të gjithë njësoj, madje Eduard. Ndodh një fenomen shumë i çuditshëm në showbizin shqiptar. Mua personalisht nuk e di ty sa personazhe publik një ndjek, por unë duke qenë se jam pjesë e kësaj industrie ndjek shumë prej tyre. Ndonjëherë, pa e lexuar emrin e accountit sipër se kush është, nuk e kuptoj, të betohem. Ta them këtë jo për batuta as për ironi, por realisht më duhet që të shkoj cila prej vajzave ka postuar, që të kuptoj më pas cila prej tyre është. Pra kjo vjen nga ngjashmëria që pak a shumë ngjashmëria e imitimit, pra njëti trend imitimi në sallone ndërhyrjeje, në make-up, në flok, pra imitojnë njëra tjetrën dhe kjo është e frikshme se si njerëzit nuk duan të ruajnë identitetin e tyre në duke. Po, kjo është pjesa që prandaj që edhe kur nisëm fillim ne tham që pra ndërhyrja e një editimi, pra i jep të drejtën në çdo përmase, pra të përmirësoj çdo lloj përmase në pikërisht në diametrin që don. Kurse ndërhyrja ka edhe limitet e veta, pra nuk kalon dot përtej disa limiteve të cilat janë të paracaktuar sepse ka edhe një protokoll, sepse ne kemi parë që ka patur jo pak raste kur ndërhyrje shumë të theksuara që mund të kenë qenë shumë të ndërlikuara për mënyrën se si është kërkuar probleme, jo vetëm aty, por kanë qenë edhe fatale një pjesë e madhe. Është shumë e rëndësishme mënyra se si njeriu e ushqen veten, edhe tek gjinia femërore, po dhe gjinia maskullore. Për shembull, po citoj një psikanaliste amerikane, Karen Horney, që thoshte gjithmonë pra në mënyrën se si duhet të rritemi me edukatën e pasqyrës, por edhe me edukatën e mënyrës se si komplimentojmë. Dhe tek femrat gjithmonë bënte psikoedukimin prindëror, që thoshte që vajza deri në një farë moshe, pra gjatë kohës janë në rritje, është goxha mirë thoshte të komplimenton në pamjen e tyre, sepse pamja thoshte është më e dukshme dhe kontakti viziv e ushqen më një herë. Pra, është goxha e rëndësishme për të rritur edhe vetë vlerësimin në këtë aspekt. Po kur vjen një farë moshe që vazhdojnë duke studiuar, pra që në shkollat fillore edhe në rritjet e tyre, duhet ndryshuar modeli i komplimentit. Pra, mos pompozohet vetëm pjesa e bukurisë. Pra, komplimenti mund kaloj edhe në inteligjencë, mund kaloj edhe në zgjuarsi, mund kaloj edhe në trupin e tyre, mund kaloj edhe në aftësitë e tyre, në talentet e tyre, në sportet e tyre, sepse është shumë e rëndësishme që femra është një pasuri që ti mund të gjesh pafund gjëra të bukura. Pra, dhe nuk është vetëm e bukuria estetike që ne duhet të shikojmë këtë magnetin, po patjetër, pra, është një pasuri e brendshme që mund gjesh pafundsi gjëra të bukura. Pra dhe duke arritur dhe duke fuqizuar edhe pjesë të tjera të saj, edhe ajo sot në ditën e sotme, pra kur shikon një femër që ka përballë apo kur është pjesë e një shoqërie, mos ndihet pra si e përjashtuar nga një trend apo një model i caktuar që kanë ndjekur gjithë vajzat e tjera, sepse edhe shoqëria sotme në këtë drejtim është pak represive. Si? Sepse krijon disa rregulla brenda grupit, pra se ne kemi kulturën e përgjithshme, po kemi edhe subkulturat brenda grupit, ku çdo grup ka disa rregulla. Pra, ku nëse të gjithë kanë bërë një ndërhyrje të caktuar, duket sikur je përjashtuar nga grupi për shkak që nuk është bërë diçka e tillë dhe kjo mund të krijojë pak edhe një indicie për patur pak një lloj inferioriteti karshi këtij grupi personash. Prandaj që duhet jemi të kujdesshëm, pra të dyja gjinit, por mënyra se si ne e ushqejmë, mënyra se si ne e vlerësojmë një person, mënyra se si pra ta vlerësojmë për përmbajtjen që ka individi. Jo domosdoshmërisht për atë që duhet të jetë, për atë që duhet të arrijë. Çdo njeri nga ne ka projekte shumë të mëdha në jetën e tij. Pra, ku një projekt ka nevojë për një kohë, mos bëhet gjithmonë projekti i trupit i parë që duhet ndryshuar dhe patjetër do të bëjmë ata ndryshimet madhore që dikush të na i vëmë pa po ti ke ndryshuar dhe bravo, sepse aq shpejt sa vijnë këto ndryshime, por shumë shpejt ndoshta edhe mund të ikin dhe më pas truri, sepse në mënyrën se si truri vazhdon të percepton veten më pas. Po pse dikush? Është ajo disonanca e pasyrës, që në momentin që e shikojmë veten pasyrë, aty ku ne mendojmë që kemi arritur atë veten tonë ideale, pra ne krijojmë këtë standardin e ri të vetes dhe duhet të qëndrojmë gjithmonë brenda këtij standardi. Po pse Eduard, po, pse nuk e hedhim se ka njerëz që bëjnë ndërhyrje të vogla në foto, ka njerëz pastaj që bëjnë ekstremisht shumë sa që nuk njihen, duken gati si ai. Çfarë i trëm këto individ të hedhin një foto origjinale, të postojnë një foto origjinale në Instagram? Nga çfarë trëmben, nga çfarë ruhen? Cilat janë frikat e tyre? Shiko, frikrat e tyre mund të jenë sepse ne në realitet e kemi parë.
Pastaj janë edhe këto individet banorët e Big Brotherit, për shembull ne i kemi parë 4 muaj pa make-up, pa grim, të lodhur me rrath sysh, pa rrath sysh, të sapo zgjuar nga gjumi, dhe më ndodh me shumë prej tyre që i takoj, bëjmë një foto ose një intervistë, po jo se dukem, po come on, kemi parë aty në çdo dimension, pra nga çfarë tromben? Tani frikrat e tyre mund të jenë të induktuara apo të fituara në momentet caktuara të jetës, sepse kur ne shikojmë gjithmonë personin nga jashtë, tani nuk dua të them po vendos në formë pak po citoj këtu Freudin, që thot sa më mirë, sa më i bukur, sa më i aftë, sa më perfeksion duhet njeriu nga jashtë që më shumë demon ka nga brenda. Pra tani nuk e dim kur botën e brendshme të një individi se si mund të jetë kamufluar, se si mund të jetë ndikuar, se si mund të ketë një frakturë emocionale brenda vetes, dhe nuk e dim kur historikun apo biografinë e tij jetësore se çfarë mund ta shtyjë një individ për bërë këto ndryshime, pra që ju i citoni si transformime shumë të mëdha. Por është ajo disonanca që kanë disa njerëz me pasqyrën, që në momentin që shijohen në pasqyrë, pra midis asaj që janë dhe asaj që duhet të jenë, ose asaj që gjatë gjithë kohës projektojnë në mendjen e tyre, në veten e tyre, që duhet të jenë gjithmonë, pra të jenë në formë, të kenë një trup të bukur, të hajnë shëndetshëm, duhet me qenë gjithmonë ai trupi i stërvitur, ai trupi perfekt, pra për të krijuar në mendjet e tjerëve, pra që çdo gjë rreth këtij personi është goxha mirë, goxha energjike dhe ndihet goxha optimale me veten e vet. Pra më tepër është një kënaqësi e brendshme e personit që tenton ta projektojë në mënyrë të jashtme. Dgjoj, duam premtosh që në një episod tjetër do realizojmë një temë shumë interesante. Mendoj, nuk e di si do duket ty më herë tani, kjo dëshira shumë e madhe të rinjve shqiptar, shumë prej tyre duan të bëhen të famshëm të gjithë. Dhe nuk qëndron në këtu problemi. Problemi qëndron që janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë për të bërë të famshëm, pa menduar se ka një jetë pas të 30-tave, ka një jetë gjatësi, pra nuk nis dhe mbaron jetën në ekran me skandalet që mund të bëjnë. Më thuaj 2 fjalë tani dhe nëse do elaborojmë në një emision tjetër. Ronaldo, njeriu në çdo moment të jetës gjithmonë pra o do bëj një negociatë, do bëj një kompromis. Okej. Duken sikur prap kanë ngjashme, sepse vinë të dyja të ngjashme, po ndryshon prap thelbi i tyre. Pra negociata është kur ti negocion me parimet e vlerat e tua personale, pra për të bërë një negociat me dikë tjetër. Pra, po marrim një shembull. Pra, ju keni emisionin, unë vi si profesionist, ne dy negociojmë me njëri tjetrin për të bërë këtë emision. Kompromisi vjen totalisht në një distancë të lartë fuqi midis dy personave që nuk kanë asnjë lloj lidhje të përbashkët me njëri tjetrin, por bëjnë kompromis. Dhe zakonisht kur bëhet një kompromis, tregon që diçka është ose në mungesë, ose është përtej asaj që ti pret, dhe thua, këtë gjë nuk e ka dhe unë do bëj këtë kompromis për të arritur atë. Pra, prandaj ndryshojnë dhe jeta është e vendosur midis negociatës dhe kompromisit. Por çfarëdo lloj kompromisi që mund të bëjë një person i cili nuk përshtatet me vlerën dhe shkon kundra vlerës së tij, gjithmonë do jetë i humbur. Sepse kompromisi ka një efekt skadence, pra gjithmonë do të mbarojë. Por në momentin që ky efekt mbaron, njeriu raportin e ka me veten dhe konflikti me veten mund të jetë shumë i lartë. Kryesisht pastaj përfundojnë edhe në probleme të rënda psikologjike, Nëse personi ka një konflikt shumë të fortë brenda vetes dhe nuk gjen mënyrën për ta kanalizuar, për ta zgjidhur, për të marrë një ndihmë profesionale apo për të pasur një rreth mbështetës i cili e suporton deri në një farë pike, sa rasti, pra sa problematika nuk është kthyer, po them në klinike apo patologjike, nëse personi lufton fort brenda vetes dhe është kundërshtar i tij, nuk ka nevojë për asnjë armik në jetën e tij. Qafton vetëm kaq. Interesante shumë. Zonja dhe zotërinj, biseduam për ndikimin që ka Photoshopi, filtrat, ndryrët estetike tek vetbesimi dhe se sa shpesh herë mund këto ndërhyrje pra na shërbejnë si fash për të fashuar plagët tona të thella emocionale, dhe thelbi i gjithë bisedës është që nuk nis asgjë nga jashtë e mirë. Gjërat më efektive dhe të mirat për psikologjinë, për emocionet tona nisin nga brenda jashtë, pra nuk është nga jashtë brenda, por nga brenda jashtë. Besoj që e mbylla bukur. Patjetër, shumë bukur. Falenderoj shumë për gjithë kohën dhe investimin që bën në këtë program, se unë e them gjithmonë për profesionistët që kanë studiuar me vite, të vinë këtu të shpërndajnë informacionet e tyre për mua shumë vlerësim edhe për dëgjuesit patjetër. Falenderoj shumë për ftesën, do jemi gjithmonë pranë jush sa herë të ftesë. Të uroj një ditë të mbar në vazhdim. Këtu përfundon Live from Tirana për ditën e sotme. Ju që na humbut mund të rigjeni pas pak çastesh në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Mirë dëgjofshim nesër.